Një raport i publikuar së fundmi nga Parlamenti Evropian i titulluar The Commission's Annual Rule of Law Reports 5 Years i vendos një pasqyrë të ftohtë dhe të kthjellët Shqipërisë larg nga propaganda politike që flet për progres të pandalshëm në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Raporti bën një bilanc 5 vjeçar të vlerësimeve të Komisionit Evropian mbi sundimin e ligjit në vendet anëtare dhe ato kandidate për anëtarësim në BE. Shqipëria përfshihet në mënyrë të detajuar në këtë analizë krahasuese dhe tabloja që del prej tij është alarmante. Reforma në drejtësi, të shpallur si flamuri i qeverisë Rama dhe një kusht kyç për hapjen e negociatave, sipas raportit, mbetet e mangët në efektivitet. Strukturat e reja janë ngritur për fshirë SPAK dhe KLG, KLP, por gjykatat vazhdojnë të vuajnë nga vonesat kronike, mungesa e transparencës dhe ndikimi politik. Raporti nënvizon se ndonse ka hetime dhe disa ndjekje penale, nuk kanë dëshkime domethënëse për zyrtar të nivelit të lartë, gjë që e lë perceptimin për pandëshkueshmëri të gjallë dhe të thellë. Një tjetër pikë kritike është lufta kundër korrupsionit, që në vend që të tregoj progres ka ngecur në retorik, BE përshkruan si problem strukturor që ndikon në të gjitha nivelet e administratës publike, përfshirë prokurimin, drejtësinë dhe ekonominë. Mungesa e rezultateve konkrete dhe të qëndrueshme në këtë fushë po kthehet në një pengesë reale për procesin e integrimit, ndërkohë që Brukseli nuk është më i gatshëm të jap nota kaluese për deklarata politike boshe. Liria e medias është një tjetër shqetësim që BE ka shprehur në mënyrë të qartë. Përqendrimi i pronësisë, mungesa e transparencës në financim dhe presionet ndaj gazetarëve janë kthyer në një ambient armiqësor për fjalën e lirë. Raporti nënvizon se sulmet ndaj gazetarëve janë në rritje dhe mekanizmat institucional për mbrojtjen e tyre janë të dobta ose inekzistente. Kjo vendos Shqipërinë në një pozicion të brisht në aspektin e standardeve. Një prej gjetjeve më domethënëse është mungesa e kontrollit demokratik mbi ekzekutivin, parlamentarizmi në Shqipëri, po zbehet përballë një shumice të fuqishme që kontrollon çdo hallk të vendimarrjes, ndërsa opozita është e përçarë dhe e pafuqishme për të ushtruar kontroll të vërtet. BE vëren se funksionimi demokratik i institucioneve është i dobësuar, ndërkohë që marrëdhëniet ndërinstitucionale karakterizohen nga mosbesimi, konfliktet politike dhe mungesa e llogaridhënies.